Rikalimi kufitar I qafbotës po përballlet prej 13 ditësh me radhë të gjata dhe pritje deri në 5 orë për shkak të ngadalësisë së shërbimit nga pala greke, mbas vendësimit të stafit doganor. Për të zgjidhur situatën dhe vendosur shërbim 24 orësh, janë nisur takime dypalshe me përfshirjen e deputetëve dhe autoriteteve vendore në të dyja vendet. Prej 13 ditësh ka vonesa pritje dhe radhë të gjatë. Autoritetet greke thonë është e përkohshme, nisin takime dypalshe për kapërcimin e situatës dhe vendosjen e shërbimit 24 orash. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që në Korik të ketë pritje dhe radhë të gjata për të hyrë në Greqi apo Shqipëri nga pikalimi kufitari I qafbotës. Ka 13 ditë që vargu I makinave është kaq I gjatë dhe shërbimi nga dogana e palës greke është aq ngadalt sa për të marrë vullat e kontrollit doganor. Janë dashur dhe mbi 4-5 orë në pritje. Pranohet se kjo situatë shqetësuese është krijuar prej 3 Korikut, kur stafi I arrestuarit doganierëve grek u zvendësua me punonjës të tjerë. Në prefekti I Sarandës Kristo Kiço thotë se situata është e pazakonshme dhe sado e përkohshme, sjell ndikim në sezonin turistik që është në pikun e vet. Është krijuar një situatë e pazakonshme me arrestimin e gjithë personelit të doganës së qafbotës. Dhe kjo ka sjellë një problematik shumë të madhe për sa I përket lëvizjes normale të njerëzve, por edhe të automjeteve. Ndryshimi I përditshëm I punonjësve sjell edhe problematika të vonesave. Kjo sjell pastaj krijimin e radhëve të gjata në të dy anët e kufirit. Na është dhënë garancia që kjo është një situatë provizore, por kuptohet që jemi në pikun e sezonit edhe masa duhet të jenë të menjëhershme. 4 vite më parë janë bërë përpjekje dypalshe që kanë çuar në funksionimin 24 orë të kësaj pike doganore në shërbim fluksesh të shtuar televizjes në të dy anët e kufirit në periudhën prill-tetor. Po të fundit, por edhe në vitet e mëparshme kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për hapjen 24 orë të pikës doganore të qafbotës për shkak edhe të fluksit të madh në rritje të lëvizjes në të dy anët e kufirit, por edhe të turizmit për shkak të portit I Gumenicës dhe ardhjes në turistëve në drejtim të Shqipërisë. Kemi arritur këto para rreth 4 vjetësh duke bërë një marrëveshje ndërmjet të dyja palëve, dy drejtorive të doganës, asaj shqiptare dhe greke, me qëllim që në kohën e sezonit, nga prilli deri në tetor, të funksiononte dogana për 24 orë duke lehtësuar lëvizjen e kalimtarëve, të turistëve, por edhe të tregtarëve. Për të rikthyer normalitetin sa më të shpejt të situatës para pritje dhe pa vonesa në qafbotë dhe me vullnetin për të vendosur shërbim pa ndërprerje 24 orë, deputeti Vasil Ullajo ka iniciuar një tryezë dypalshe me prani dhe të deputetit të zonës të Thesprotis dhe kryetarëve të disa bashkive greke dhe shqiptare, plus përfaqësuesve të doganës greke. Nëpërmjet një letre zyrtare, kjo kërkesë është drejtuar autoriteteve përkatëse të qeverisë qendrore në Athinë. Nën prefekti thotë se brenda kësaj jave pritet reagimi dhe ardhja e rezultateve konkrete. Me iniciativën edhe të deputetit të Qarkut të Vlorës të zotit Vasil Ullajo kemi bërë një takim në pikën kufitare të qafbotës, ku morën pjesë edhe deputeti Thesprotis Vasilis Gjojakas, por edhe kryetari bashkisë I Gumenicës Panayotis Dais, edhe nën kryetari I bashkisë Filatit. Kemi diskutuar gjëra gjatë këtë problem, bashkë edhe me përfaqësues punonjës atje të pikës doganore. Pas kësaj ne kemi dërguar një kërkesë që është drejtuar ministrit të ekonomisë, por edhe drejtorit të përgjithshëm të doganave, edhe të ardhurave që quhet në Greqi, me qëllim që të marrin masa të menjëhershme për normalizimin e situatës. Jemi në pritje brenda kësaj jave të rezultateve konkrete. Rikalimi kufitar I qafbotës është mjaft I rëndësishëm për banorët e 4 bashkive jugore të vendit, por dhe për bashkitë ndërkufitare, por dhe për punësimin sezonal për transportin ndërkombëtar mes dy vendeve, si dhe për shkëmbime tregtare dhe turistike, të cilat vijnë duke u shtuar, sidomos në sezon veror.